Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Ballkan Update. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në VM. Do të hapim këtë transmetim të drejtë për drejtë me atë se çfarë ka prodhuar sot Haga. Bombardimi i dytë i Serbisë konsiderohet dëshmia e generalit Wesley Clark në dhomat e specializuara të Kosovës. Ish komandanti suprem i forcave të NATO-s në Europë, është dëshmitari i fundit i thirrur nga mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi. Në rrëfimin e tij, ai tregoi si e mësoi sulmin ndaj familjes Jasharje, si dha urdhër për të ndërmarrë çdo veprim që do të parandalonte një spastrim etnik nga serbët, dhe cili ishte plani Milošević për të hequr qafet çdo shqiptar të Kosovës. Edhe për të, roli Hashim Thaçit në ushtrinë çlirimtare të Kosovës ishte politik. Dëshmia e tij do të vijojë edhe nesër. Bombardimi i dytë i Serbisë konsiderohet dëshmia e generalit Wesley Clark në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Ish-komandanti suprem i forcave të NATO-s në Europë është dëshmitari i fundit i thirrur nga mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi. Ai është dëshmitari i 7 pas Michael Durkee, ish-këshilltarit të tij, diplomatit amerikan Christopher Hill, Joe Covey, zëvendës kryeadministratori i UNMIK në Kosovë, ish-diplomatit britanik John Stuart Duncan, Paul Williams, këshilltar ligjor gjatë punimeve në Rambuje, apo ish-ndihmës sekretarit amerikan James Rubin, me të cilin nisi saga e dëshmive. Ai u pyet për kohën kur u raportua se familja e Jasharve ishte vrarë. Me njëherë më merr në telefon ambasadori amerikan në Shkup, Chris Hill, dhe më thotë se duhej të flisje me presidentin e Maqedonisë. Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja e Jasharajve, kishte shqetësime për këtë gjë. Por kur shkova të takoja presidentin Gligorov, ai më shpjegoi se tani do të fillojë një konflikt për shkak të kësaj ngjarjeje. Tani shqiptarët do të kundërpërgjigjeshin. Clark u pyet nëse kishte kontaktuar Slobodan Milošević për ta trajtuar çështjen e shqiptarëve të Kosovës. Unë dhe Richard Holbrooke e kontaktuam Miloševićin dhe ai refuzoi të fliste për këtë temë. E dinim që kishte vështirësi, por ai nuk donte të fliste. Sipas Clark, Milošević donte shfarosjen e shqiptarëve, por kur forcat e NATO hyn në Kosovë, ai nënvizoi se dha udhëzime të qarta për generalin Mike Jackson se aty duhej të siguronin paqen, të mos lejonin spastrimin etnik dhe të bënin gjithçka për të zvogëluar aktet e dhunës. Dëshmia e Clark pritet vijojë edhe të martën. Më 5 nëntor u bën 5 vite nga arrestimi i shkrerëve të UÇK-s. Ata akuzohen për krime kundër njerëzimit. Ish-drejtuesit e shtabit përgjithshëm të UÇK i kanë mohuar ndërkohë të gjitha akuzat. Të gjithë dëshmitarët kanë mbajtur të njëjtin qëndrim. UÇK nuk ishte një ushtri e mirë organizuar me hierarki të përcaktuar, dhe se roli Hashim Thaçit ishte politik, i ngjashëm me atë të ministrit të jashtëm të vendit. Shqipëria shënon sot një tjetër hap para në rrugën e integrimit, duke hapur dhe grup kapitullin e fundit në negociatat me Bashkimin Evropian. Në Bruksel u mbajt konferenca e 7 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, e cila finalizon hapjen e të gjithë grup kapitujve në një vit dhe çon para ambicien e qeverisë shqiptare për të mbyllur negociatat brenda 2027-s. Komisioneri i zgjerimit e cilësoi Shqipërinë kampione në këtë rrugë dhe frymëzuese për vendet e tjera kandidate. Zyra e Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian u hap që prej mbrëmjes së të dielës, ndërsa pritej ky mëngjes i 17 nëntorit për të hapur grup kapitullin e fundit të negociatave, që mbyll një fazë të rëndësishme të rrugës drejt Unionit. Në 12 muaj Shqipëria këtë të hënë ul në tryezën e BE-s për konferencën e 7 e të fundit, bujqësia dhe kohezioni. Mesazhet vinë më pas mbjetësurin e Tiranës zyrtare dhe mbërritja në këtë destinacion. Mesazhi që kam për qytetarët e Shqipërisë është se kjo fal punës tuaj. Ne jemi krah jush, por jeni ju ata që po jepni rezultate. Shqipëri vazhdo kështu. Ne po përgatisim një shtëpi për ju në Europë. Kryeministri Edi Rama foli me vetdijen se kjo është mbyllja e një tjetër faze, por tu çelur një ere që po ashtu do të kërkoj punë. Me atë që ishte vetëm ëndër pak më tepër se një vit më parë, është transformuar tashmë në një plan pune, një realitet me të cilën do punojmë në jetën e përditshme. Sot Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë dhe madje me ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie. Sipas synimit të deklaruar nga ana e kreut të qeverisë, sytë tani shkojnë drejt 2027-s, atëherë kur negociatat teknike duhet të përfundojnë. Një rrugë që ministrja daneze e punëve të jashtme, Marie Bjerre, mund të jetë jo i gjatë nëse Shqipëria vazhdon me këtë ritëm.
Sot ne po japim një tjetër rezultat. Nëse Shqipëria vazhdon të njëjtin drejtim, të njëjtin ritëm, antarësimi do të arrihet në një të ardhme të afërt. Shqipëria i përket familjes europiane, falenderoj Ramon për bashkëpunimin gjatë këtij 6 mujore, është mbreslënëse se sa shpejt po jep një rezultate. Në Bruksel, në sallën e konferencës, u shkëmbye një dhuratë simbolike që tregon dy epoka. Ishte dhurata më e gëzuar edhe kur ta jepnim bosh, dhe çka është më tepër ka edhe Dhe në fund u prej një tortë me shqiponjën, simbolin kombëtar. Shqipëria do duhet jetë një shembull për të gjithë procesin që edhe vendet e tjera të rajonit ndjekin në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Kështu e ka cilësuar gjithë çfarë ndodhi sot me Tiranën zyrtare, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Hapjen e grup kapitullit fundit të Shqipërisë në procesin e saj të integrimit, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, ja njeh si merit kryeministrit Edi Rama. Përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, ai shkruan se kjo është një arritje jashtëzakonshme për Shqipërinë. Shqipëria arriti që për 12 muaj të hapë të gjithë kapitujt negociues, duke shënuar një rekord mbresëlënës. E ardhmja europiane është rruga e vetme për shqiptarët dhe për të gjithë të tjerët në Ballkanin Perëndimor. Sipas Ahmetit, Shqipëria duhet të shërbejë si një shembull edhe për vendet e tjera të rajonit, të cilat fillimisht duhet të tejkalojnë sfidat mes njëra tjetrës. Maqedonia e Veriut dhe Kosova duhet të ndjekin hapat dhe të bashkangjiten për kushtimit të Shqipërisë dhe të Malit të Zi për të integruar në Bashkimin Evropian. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim vlerëson se në këtë kohë dhe rrethanat vështira për kontinentin dhe botën, rruga europiane dhe rreshtimi me Bashkimin Evropian është përcaktimi më i saktë për kombet dhe rajonin. Tirana zyrtare në 12 muaj arriti të hapë edhe grup kapitullin e fundit, atë të bujqësisë dhe kohezionit, ndërsa synim ka vitin 2027 si kohë kur pret përmbush aspektin teknik të gjithë procesit. Ne do të flasim gjërësisht për lajmin që erdhi sot nga Brukseli në një komunikim të drejtë për drejtë. Me mua është Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ledion, përshëndes, mirë se erdhe në Ballkan Update. Përshëndetje, kënaqësia ime. Është mbyllur një proces i rëndësishëm të duhet themi, brenda 12 muajve hapet edhe grup kapitulli i fundit, ai i bujqësisë dhe kohezionit. Gjithsesi, vetë kryeministri Edi Rama deklaroi se kjo është mbyllja e një faze për të hapur kështu një fazë tjetër që është edhe më e rëndësishme, edhe ndoshta më intensive në aspektin teknik. Është kështu? Si periudhë kohë pa diskutim që ka qenë rekord hapja e grup kapitullit në një vit, në sa di unë nuk ka bërë askush tjetër në një periudhë kaq të shkurtër kohë. Ka dy arsye kryesore pse kjo ndodh. Radh parë vullneti i Bashkimit Evropian ndaj Shqipërisë, ndaj Malit të Zi duhet thënë gjithashtu. Por është dhe vullneti i qeverisë shqiptare sigurisht për të përshpejtuar procesin e integrimit, sepse edhe në rastin e Serbisë Bashkimi Evropian ka vullnetin për ta bërë anëtare, po s'ka vullnet nga ana e Serbisë. Po duhet të jenë të dyja, thuaç, në një linjë që të arrijnë në këtë pikë ku brenda një viti të mbyllen gjithë grup kapitulli. Pa diskutim që tani fillon në fakt faza më e vështirë dhe fatshme në integrimin e Shqipërisë, sepse këta kapituj duhet mbyllen. Dhe ky është testi i vërtet me cilin do përballet Shqipëria dhe qeveria shqiptare gjatë paktën një vit e gjysmë, nëse supozohet të mbyllen brenda 2027, bëhet fjalë për rreth një vit e gjysmë, por dhe nëse kjo ndodh pa të mbyllur brenda 2027 do jetë një rekord absolut që nuk e ka bërë asnjë shtet tjetër gjatë integrimit të tij në Bashkimin Evropian. Është një fazë e cila kërkon që Shqipëria të tregojë rezultate. Pra duhet mbylli kapitulli dhe të tregojë rezultate që është në një linjë me Bashkimin Evropian, që forcon që i ka përmbushur kushtet për të qenë anëtare e Bashkimit Evropian. Shqipëria është përpjekur të bëjë disa, le të themi, kompromise, sidomos me një prej pjesëve të grup kapitullit që u hap sot që lidhet me sigurinë ushqimore, veterinarinë e tjera, ka një lloj përpjekje për të bërë një lloj kompromisi në kuptimin që një pjesë e kushteve do plotësohen para anëtarësimit dhe një pjesë e kushteve do plotësohen pas anëtarësimit, pra ka një periudhë 4 vjeçare mos gaboj pas anëtarësimit që ka kërkuar Shqipëria, e cila nuk është miratuar ende me sa u ndi nga Bashkimi Evropian, por miratimi në rast të tilla është formalitet thuajse, kështu që Shqipërisë në këtë pikë do i duhet të tregoj rezultate në atë parë dhe absolutisht që kjo është gjë më e vështirë. Unë nëse mbyllet brenda një viti e ca do të ishte një rekord absolut nga ana e Shqipërisë, por kërkon një punë absolutisht gjigande nga ana e Shqipërisë, sepse
janë kushte të cilat duhen përmbushur dhe Shqipëria duhet thënë që edhe në raport progreset e Bashkimit Evropian është në nivel mesatar, pra nuk është as shumë mirë, pra nuk është nuk ka plotësuar të themi kushtet e Bashkimit Evropian, se po të kishte plotësuar ishte në Bashkimin Evropian, por nuk është as keq nga ana tjetër. Pra është diku aty në mes një punë gjigande nga ana e qeverisë shqiptare pikërisht për të kaluar këtë hendekun që është nga të qenit mesatar të qenit shumë mirë. Sigurisht që ideja është që asnjë vend në momentin që bëhet pjesë e Bashkimit Evropian nuk është shumë mirë, të thosh. As për shembull Bullgaria dhe Rumania kur bën pjesë e Bashkimit Evropian 2007 ishin shumë larg të qenit shumë mirë, madje edhe Bullgaria është shumë larg të qenit shumë mirë si anëtare e Bashkimit Evropian, por ideja është që disa kushteve duhen plotësuar, sigurisht duhet të jenë në disa nivele të caktuara. Për shembull për sigurinë shqiptare, të gjithë ditim dhe qeveria shqiptare di shumë mirë që Shqipëria ka probleme gjigante të cilat janë shumë larg standardeve të Bashkimit Evropian dhe duhen shumë vite ndoshta për të plotësuar gjëra të tilla. Kështu që kjo është pa diskutim pjesa më e vështirë e Shqipërisë. Tu tregohet ky është testi i vërtet praktikisht. Për hapja e kapitujve sigurisht ishte diçka e jashtëzakonshme, por testi i vërtet është pikërisht ky, mbyllja e kapitujve. Ledion, unë dua të kuptoj tani ritmi me cilin po ecën Shqipëria drejt procesit saj të integrimit përballë vendeve tjera të rajonit. Është Shqipëria, është Malizi, po nga krau tjetër Serbia po përballet me problematikat e saj, sepse siç juhet se do duhet një ndërveprim nga të dyja palët në mënyrë që ky proces të eci, dhe Maqedonia e Veriut dhe Kosova duket se mbeten ende shumë mbrapa. Unë mendoj që Shqipëria për momentin është ndoshta në vijën e parë të anëtarësimit të Bashkimit Evropian, por edhe Malizi nuk është larg para aty afër, sepse ka pasur një lloj avantazhi në krahasim me Shqipërinë, sepse ka filluar të hapi kapitull më parë se Shqipëria, madje një pjesë prej tyre i ka mbyllur. Serbia është një diskutim i cili kam përshtypjen nuk ka lidhje me Shqipërinë dhe me Malin e Zi, nuk ka vullnet nga qeveria serbe për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe me shumë mundësi që nuk ka as dëshirë nga shumica e popullsisë serbe për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Në sondazhet që unë kam parë, vetëm rreth 30% e popullsisë serbe janë pro antarësi, madje edhe tek brezi i ri supozohet të jetë më pro europian, nuk e kalon 40% dëshira për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe vështirë që Serbia mund ta bëjë atë rrugë. Shqipëria ka një avantazh në krahasim me pjesën e rajonit që nuk ka probleme etnike, nuk ka probleme fetare dhe nuk ka thuash probleme me fqinjet. Malizi për shembull sipas ikjes nga pushteti të Milo Đukanović është 50-50, themi 50% është pro Europës, 50% është pro Serbisë dhe Rusisë, dhe nuk i dihet si mund të shkojë pas 2-3 vitesh ku të vitë në portat e Bashkimit Evropian, varësisht se aty shumë e popullsisë është dakord me antarësimin, por ky 50% që mund të krijojë probleme. Por në rrugën e Shqipërisë ka disa faktorë të cilët janë përtej Shqipërisë. Një faktor i tillë për shembull është Greqia. Duhem parë ne kemi çështje të hapura me Greqinë dhe duhem parë se si këtë çështje do mbyllen ose si do bëhet një përpjekje për të mbyllur derisa Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse Greqia ka qenë e qetë duhet të thënë në këto 2-3 vjet e fundit sipas çështjes së Belerit, por unë jam i sigurt që në moment caktuar do përpiqen ose do vendosin kushtet e tyre për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, dhe janë çështje siç është çështja e kufirit detar, çështja e ligjit luftës që është nga ana e Greqisë, minoriteti grek në Shqipëri e kështu me radhë, të cilat duhet diskutohen me Greqinë për të qenë për që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe një faktor tjetër që s'ka lidhje fare me Shqipërinë, por që mund ta ndikojë shumë Shqipërinë është zgjedhjet presidenciale në Francë në vitin 2027. Me shumë mundësi të paktën për momentin shenjat janë që një person nga partia ekstreme djathtë franceze, qoftë Marine Le Pen, qoftë personi tjetër që Jordan Bardella mund të bën ose mund të fitojnë zgjedhjet në Francë, ajo do të kishte një ndikim shumë të madh për ecurinë e Shqipërisë në do të ndryshonte konfigurimi i Parlamentin Evropian. Jo vetëm konfigurimin, por është ideja një vetoje. Pra duhet të thënë që Marine Le Pen dhe partia e saj nuk e ka me sy të mirë, të jemi sinqertë, nuk e ka me sy të mirë antarësinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ata nuk kanë me sy të mirë as Bashkimin Evropian në tërësi, jo vetëm Shqipërinë. Por në momentin që një prej tyre zgjidhet presidenti i Francës dhe shansin e gjatë për momentin, pak në këtë moment, mund të ndryshonte të gjithë dinamikën e antarësimit të Shqipërisë, por edhe pjesë tjetër të Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian. Këto janë çështje që nuk lidhen me Shqipërinë drejt për drejt, nuk kemi çfarë të bëjmë se kush fiton apo kush humbet në zgjedhjet presidenciale në Francë, por Shqipëria dhe Malizi pa diskutim për momentin janë kryesorët në vijën e parë drejt Evropian. Unë do të vendosë Shqipërinë sepse Malizi ka probleme të brendshme etnike dhe fetare dhe ndikimi serb
dhe Rusën atje. Shqipëria nuk ka luksin të mos i ketë probleme të tilla dhe pa diskutim ky është momenti i ardhmë. Nëse ka një moment të ardhmë që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, është pikërisht ky, sepse Bashkimi Evropian ka vullnetin dhe nga ana e Shqipërisë nuk ka probleme themelore, si thuhet, që duhen kaluar çka Maqedonia me Bullgarinë për shembull. Probleme të tjera. Pra çdo vend tjetër i Ballkanit perëndimor, përveç Shqipërisë, ka probleme që janë themi ekzistenciale ose themelore, të cilat ndalojnë rrugën e saj. Edhe për të mbetur të vendet tjera të Ballkanit perëndimor, Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk ka marrë ende statusin e vendit kandidat. Sa larg është Kosova në gjithë këtë proces? Në këtë moment do mendoj që Kosova është goxha larg, fatkeq, lidhet me dy çështje, nga njëra anë është qasja e qeverisë Kosovës nga pak në 4 vitet e fundit, të cilën duhet të thënë që nuk ka qenë shumë bashkëpunuese me strukturat evropiane, dhe nga ana tjetër kam përshtypjen që një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian ka humbur besimin tek pakën kjo qeveri e Kosovës, por kjo duhet parë nëse do ketë një qeveri tjetër të Kosovës në të ardhmen. Dhe tjetra është fakti që u mendoj si Serbia nuk do jetë pjesë e Bashkimit Evropian pa patur një marrëveshje përfundimtare me Kosovën, po as Kosova nga ana e saj nuk vështirë se mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian pa patur një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Ideja është, ju mendoj që Kosova nuk duhet të presi Serbinë, zoti Rama dhe disa herë të tjera, që Kosova do të bëjë pjesë në saj. Pra nëse ka disa kushte për të përmbushur, duhen përmbushur. Pasi një pjesë prej tyre për shembull mund mos jenë të përqyeshme nga ana e qeverisë Kosovës e popullit Kosovës, që është çështja e asociacionit, e cila do rikthehet dhe është një fokus shumë i madh i Bashkimit Evropian, pa diskutim, është një çështje e cila mund të mos i pëlqejë shumicës njerëzve në Kosovë, por për fat keq ka një lloj fokusi nga ana e Bashkimit Evropian dhe ideja është që duhet gjetur një mënyrë se si duhet dalë nga kjo situatë lidhur me asociacionin, dhe unë mendoj që Kosova nuk ka bërë as pjesën e vet nuk e ka bërë. Pra minimumi duhet të kishte bërë pjesën e saj në rrugën e Bashkimit Evropian, duhet të kishte shumë angazhim diplomatik nga ana e Kosovës, por është siç thash në fillim që është vullneti i BE-s në një anë dhe vullneti i Shqipërisë. Në rastin e Kosovës kam përshtypjen që as vullnetin e Kosovës nuk e shoh, po as vullnetin e BE-s ndaj Kosovës nuk po e shoh për momentin. Pra ka një humbje besueshmërie ndaj institucioneve të Kosovës për shumë arsye, për mënyrën se si janë sjell në lidhje me asociacionin, si janë sjell për shumë procesi i integrimit, i antarësimit në Këshillin e Evropës, që ishte një proces tregoi një humbje të madhe besueshmërie ndaj institucioneve të Kosovës, kështu që Kosova në radhë parë duhet të kalojë këtë situatë që ndodhet me Bashkimin Evropian, duhet të kthej besimin që Bashkimi Evropian ka tek Kosova dhe pastaj të plotësoj kushtet e veta. Pra ideja është që Kosova mua më duket sikur mundojnë të presin se çfarë do bëj Serbia nga ana tjetër, mundojnë të shpjegojnë Evropës se Serbia është agresor, Serbia është kështu, Serbia është ashtu. Këto gjëra i din Bashkimi Evropian, nuk ka nevojë t'ia shpjegojmë ne. Kosova ashtu që Shqipëria thjesht bën rrugën e saj, pse në fundi ky është një vendim politik. Si rastin e Shqipërisë, si rastin e Kosovës, si në Malzi, si në Serbi është vendim politik. Pra, nëse Bashkimi Evropian, vendet e Bashkimit Evropian kanë dëshirën dhe vullnetin për të bërë një shtet antar, sigurisht do e bëjnë. Pavarësisht se mund mos ketë plotësuar të gjitha kushtet, por minimumi është që të bësh pjesën tënde. Pra, këtë gjë duhet bëjë dhe Kosova në këtë rast, si pjesën e saj kam përshtypjen nuk e ka bërë. Ledion, të falenderoj shumë për kohën dhe për analizën tënde në lidhje me gjithë procesin e integrimit të Shqipërisë dhe krahasimin me vendet e tjera të rajonit. Përshëndes. Kënaqësi ime, gjithë mirë. Dhe në fakt, vjen mbledhje problematike, tensioni mes Kosovës dhe Serbisë. Çfarë ka ndodhur së fundmi, ndjekim materialin. Tensionet Kosovë-Serbi në kufi dhe akuzat mes palëve tregojnë se raportet mes dy vendeve nuk janë në momentin e tyre më të mirë. Pas raportimeve të mediave serbe se një grup shqiptar është të maskuar në rreth kodrës së Shopit, kanë qelluar 15 herë drejt antarëve të ushtrisë serbe, këto pretendime janë rrëzuar nga policia e Kosovës. Sipas tyre, këto janë dezinformata. Pretendimet e publikuara në disa media të Serbisë, sipas të cilave një grup i armatosur shqiptarësh ka qelluar drejt pjesëtarëve të ushtrisë serbe pranë bazës së quajtur Debela Glava, janë dezinformata, të pabazuara dhe nuk korespondojnë me asnjë informacion zyrtar apo ngjarje të verifikuar nga autoritetet në territorin e Republikës së Kosovës. Sipas autoriteteve të Kosovës, këto informacionet pasakta kontribuojnë në krimin e perceptimeve të rreme dhe rritjen e tensioneve të panevojshme në zonat kufitare. Sipas ministrit në detyrë Xhelal Zveçle, Serbia përmes bandave kriminale e terroriste vazhdon ende të planifikojë dhe ndërmarrë sulme në vend.
Reagimi i tij vjen një ditë pasi policia në bashkëpunim me trupat e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, gjetën 10 detonator ndezës në afërsitë të Leposavic. Edhe në të kaluarën, pjesëtarë qeverisë në detyrë kanë akuzuar Serbinë për përfshirje në raste të ngjashme kur janë gjetur armatime në veriun e banuar me shumicë serbe, por pa ofruar dëshmi që i vërtetojnë këto akuza. Edhe për to policia e shtetit ka nisur hetimet dhe ka vënë në dieni prokurorin. Veriu i Kosovës vazhdon të jetë pikë nxehtë, posaçërisht pas 24 shtatorit vitit 2023, ku një grup serb është armatosur, sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk, duke vrarë shterin Afrim Bunjaku, ndërsa kjo zonë është bërë gjithnjë më shumë objekt i retorikës politike në vend. E teksa një pjesë e mirë e energjisë harxhohet për këtë përballje në distancë me Serbinë nga politika në Kosovë, do duhet të themi që po skadojnë afatet edhe për mbajtjen e seancës radhës së parlamentit, ku pritet votohet edhe i mandatuari i dytë për formimin e qeverisë, Glau Konjufca, pikërisht data 19 nëntor, afati i fundit. Në lidhje me këto zhvillime, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka sqaruar pozicionimin e saj. Nuk vrisja që afatet për të mbledhur parlamentin dhe për të hedhur në votim kandidaturën e Konjufcës të shfrytëzoheshin deri në momentin e fundit. Kështu ka deklaruar presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke ju përgjigjur interesit të gazetarëve se çfarë po ndodh me krizën politike në vend. Unë nuk mund të paragjykoj se cili do të jetë rezultati i votimit, me rëndësi është që seanca të ftohet brenda atij afati dhe pastaj është në duart e deputetëve dhe në duart e partive politike se çfarë diskutojnë mes vete. Këto janë procese në të cilat nuk kam ndërhyrë më parë dhe nuk mund të ndërhyj as tash. Osmani ka ritheksuar se nuk ishte obligime kushtetuese për të kërkuar garanci nga mandatari i dytë se ai kishte votat. Nga ajo që ka shprehur kandidati në këtë rast për kryeministër zoti Konjufca në takim me mua, është vlerësuar nga ana ime si presidente se i ka ato gjasa të cilat kërkon. Pra nuk është kërkuar asnjëherë garanci, nuk është një gjë e tillë. Kushtetuta është e qartë që në rast se dështon mandatari i parë shkohet me mandatarin e dytë. Presidentja tha se për çështjen e bllokimit të vendit nuk është ajo shkaktare. Mos harrojmë që janë vonesa diku 9 mujore që si kam as kërkuar, as përkrahur e as shkaktuar unë si presidente. Afati i fundit për të mbledhur parlamentin dhe për të hedhur në votë emrin e Glau Konjufcës si mandatuari i dytë për formimin e qeverisë është 19 nëntori. Përpara tij dështoi Albin Kurti, që nuk arriti të marrë 61 votat e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Nga 9 shkurti për vendin, kryefjalë kanë qenë kriza politike dhe bllokada ekonomike. Së fundmi, pasi në vendin tonë po merren të gjithë masat për të përgatitur për parandaluar përmbytje për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, edhe në Kosovë janë paralajmëruar kushte të ngjashme atmosferike. Instituti Hidrometeorologjik ka njoftuar se të martën dhe të mërkurën për shkak të intensitetit të rreshjeve mund të ketë përmbytje në disa zona të vendit. Rreshjet pritet që të nisin të martën në mbrëmje, fillimisht në pjesën perëndimore dhe më pas të shtrihen gradualisht në të gjithë territorin e Kosovës. Në njoftim theksohet se rreshjet do të kenë intensitet mesatar, ndërsa në disa vende edhe më të lartë. Sipas njoftimit, zonat e kullimit që pritet preken nga rritja minjershme e prurjeve janë rrjedha e mesme dhe poshtë me Drinit të Bardh, Bistrica e Prizrenit, Mirusha, Toplua, Ereniku dhe Bistrica e Deçanit. Ne kemi mbritur kështu në fund të Balkan Update. Ju rikujtoj si gjithmonë në adresën tonë zyrtare të webit abc-news.al, ku mund të klikoni në çdo kohë dhe të njihni me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Vetëm pas pak vjen kolegu Nertan Prifte me Sport Center. Faleminderit për vëmendjen.